Se nuk ka asgjë tani të rim shtrëmër të flasin drejt, nuk ka asnjë. Çfarë prodhohet në Shqipëri? Çfarë prodhon Shqipëria? Lëre Tiranën, çfarë prodhon Shqipëria? Plago, është për të, nuk e di, më vjen të qesh, seriozisht më vjen të qesh. Ka qenë një periudhë, nuk e di a e mban mend, ose nuk e di a e ke analizuar atë ka. Neve ka qenë një periudhë që merrnim miell nga Serbia, merrnim grur nga Serbia. Po pse më qifsha ropt? Ti ke grur në Kosovë. Po pse ikën aq larg? E Sa nderuar. rrëfir duhet të jesh? Vetëm se erdhi Albin Kurti dhe kandidoi për kryeministër, kaq ropçirje, kaq inat e ke, kaq egoist je. Jo vetëm aq, ti po ikën shumë larg. Po ty të vijnë portokallet, ja qifsha jetën nga Greqia. E kupton, ti e ke nga fushkruja e poshtë. Ore, sikur portokallet e njerëzve në përbacet të mblidhe, ja qifsha jetën e plotësoi gjithë Shqipërinë me portokalle. Literalisht, vetëm bacet, pa parcela. E plotësoi të gjithën. Ke qepët në Korçmë, se u bëm tash po bëjmë dhe ne si Adriatik Lapa që do bëjmë Shqipërinë, e kupton? Po tani qia jetën pidh, moll, i marrin edhe njerëzit në lumë, qumshi. Ata prodhojnë qumsh shpjetet, ti vetë e merr gjysmën e qumshit nga Serbia dhe e paketon si mall shqiptar. Edhe i vjeni natë pasaj kur vjen italiani, e bleu vajin e ullirit, e paketon atje dhe shet si italian. Kur këta të njëjtët fisprella bën njëjtën gjë në Shqipëri. E blejnë andej, që një s'do të di se çfarë është nga çfarë vjen.